Ndërtimi pa përfunduar i interkonektorit për gaz natyror me Greqinë ngec në burokraci dhe vonesa me para, që nga fillimi do të shtyhet për disa muaj afati përfundimtar për kontraktorin Rapid Build, i cili për 60 milion euro duhet ta ndërtonte deri në mars 2027. Nga 66 km është pastruar pjesa e shtegut 43 km, por për pjesën tjetër rreth 23 km ka probleme. Imаме некои спорни парцели со експроприација, имаме на 2-3 места археологија и имаме десетина километри шуми кои треба да се средат административни работи помеѓу инвеститорот и национални шуми со договори за да може да се отпочне со сеча на шуми. Имаше некои задоснувања со исплати и задоснување ќе има во испорака на цевки, со тоа ќе се пролонгира динамиката со стартот на заварување на цевки, а со тоа и целокупната градба, односно завршетокот на проектот за неколку месеци. Karanfilovski thot se shpronësimi nuk është zgjidhur për 30 deri në 40 parcela. Pagesa paraprake prej 10% ka vonuar 2 muaj, gjë që ka shtyr procesin e prodhimit dhe furnizimit me tuba. Nomagas nuk ka lidhur kontrata me arkeolog as me pyjet kombëtare. Përveç 10 kilometrave pyje, janë edhe 3 lokacione arkeologjike që duhet të studiohen dhe nëse ka objekte nëntoksore ose varreza, kjo do të shtyjë procesin derisa të përfundoj plotësisht hulumtimi. Por sipas tij faktori kryesor do të jetë pagesa e parave. И се ќе зависи во текот на градбата дали инвеститорот навремено ќе обезбеди финансиски ресурси за да ги исплаќа фактурите за да може да тече градбата непрекинато. Сега понатаму ни следуваат поголеми исплати како ќе пристигаат материјалите, особено цевките, за кои што треба да има финансиски ресурси да се сервисираат фактурите на време, што може да доведе до евентуални, ако нема финансиски ресурси, пролонгации. Drejtori i Nomagas Nedim Rama thot se për momentin ndërtimi po ecën pa probleme të veçanta, por që nga nënshkrimi i kontratës me Rapid Build ka pasur probleme me vonesën e pagesës paraprake, prerjen e pyjeve përgjatë shtegut si dhe shpronësimin. Punojmë që pagesat e ardhshme të mos kenë bllokime dhe tërheqja e trashjeve nga kredia të jetë në kohë dhe të ndjek ndërtimin e projektit. Për prerjen e pyjeve përgjatë shtegut, para nënshkrimit jemi në kontratë me ndërmarrjen publike pyjet kombëtare për transportin e drurit. Kjo është një procedurë qeveritare rreth 3 muaj. Për ekspropriimin nga gjithsej 550 parcela, të pasgjedhura mbeten rreth 15 parcela. Parcelat problematike janë kryesisht tokat e pronarëve të ndjerë dhe po punohet për angazhimin e arkeologëve në 3 lokacione për hulumtime arkeologjike që duhet të përfundojnë për 2 muaj. Kontrata me Rapid Build u nënshkrua në maj të këtij viti. Paratë sigurohen përmes kredive dhe granteve nga institucionet financiare ndërkombëtare. Kjo lidhje me Greqinë duhet të sigurojë gaz nga më shumë burime. Aktualisht ekziston vetëm lidhja që ka vendi ynë me Bullgarinë.